Debatin e nisur mbi reformën territoriale o komentoi nga Fieri edhe ish deputeti Ervin Saliani. Pasi u tha që nuk do marrim pjesë, tani thonë po jemi pjesë, po nuk jemi pjesë. O zotri, dilni aty, hajde japim propozimet tona për reformën territoriale, hajde takojmë njerëzit. Pikërisht lëvizja e tij, thot Saliani, ka nxitur PD-n për protesta dhe analizë të brendshme. Ju i keni organizuar protestat para kryeministrisë, ju keni bërë që të ketë analizë Partia Demokratike, ju keni bërë që deputetët e drejtuesit e Partisë Demokratike të dalin në terren, sepse Partia Demokratike ishte në gjumë. Sali Berisha dhe Flamur Nokës, që kanë shpallur përjashtimin e tij nga partia, u thotë se i kanë bërë llogarit gabim. Disa prej leadershipit nuk i kanë bërë mirë llogarit, sepse ne dhe unë personalisht nuk kam ardhur në politik për të eshtur përballë padrejtësisë, po për të folur përballë qytetarëve, përballë leadershipit, siç kanë bërë përballë qeverisë. Madje ironizon edhe udhëzimin e tyre për të mos lënë listat e antarësisë të ngjashme të Salianit. Ata që mbajnë peshën e opozitës, ata që sakrifikojnë më shumë për Partinë Demokratike, përjashtohen duke bërë një udhëzim absurd, të pandodhur në asnjë parti politike, kërkon që leadershipit përcaktojë se kush janë antarët. Po jo, mërzotrinj, jo, antarët përcaktojnë leadershipin. Partia Demokratike nuk është pronë askujt. Ajo nuk është as e imja, as e jotja, as e juajt, as e kryetarit, as e sekretarëve. Saliani thot se fundi i qeverisjes së Ramës vjen vetëm duke bindur qytetarët për të hedhur në kutitë e votimit mbështetjen për demokratët, por edhe me ndihmën e drejtësisë dhe ndërkombëtarëve. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Ka mbritur nga Fieri zoti Ervin Saliani. Mirëmbrëmje, mirë se erdhët zoti Saliani. Mirë Gjef, faleminderit. Para publicitetit bëra një shaka me panelistët, thash do polemizoj më një herë se do them ish antar i PD-s Ervin Saliani. Tani a është shaka gjysmë së vërtetës, a është vetëm shaka këtë pastaj ma zgjidh ti? Mirë bën që vazhdon ti këtu, po ka në një hapësirë, thotë çaj do qefi, kështu që thuj. Dakor, mund ta them dhe unë këtë, po. Kemi një udhëzim që na e orienton këtë lloj arsyetimi. Nuk ka asnjë shans që të përjashtojë njëri dhe nuk ka asnjë shans që antarësinë Partinë Demokratike ta përcaktojnë ata që janë numsa serial në Partinë Demokratike. Pra, antarësia lidhet me kontribut, nuk lidhet me qëndrim apo mendime ndryshme, nuk lidhet as me interesa personale të askujt prej leadershipit që kanë frikë antarësinë. Parimi në demokraci është që antarët, në rastin e partive politike, përcaktojnë se kush janë drejtuesit e partisë dhe jo e kundërta. Drejtuesit e partisë përcaktohen se cilët janë antarët që duan ata për t'i pas në hyqën, për them kështu shqipe dhe shkoqër. Kështu që këto janë që të gjitha përpjekje të dëshpëruara, të njerëzve të dëshpëruar, të frikësuar pa diskutim nga reagimi demokratëve, nga po themi gjithë mlefi që kanë demokratët për shkak të humbjeve të njëpasnjëshme, po edhe për shkak të prallave të thëna tani më prej 13 vitesh me të njëjtat pralla nuk mban më kjo histori. Demokratët duan një parti demokratike fituese, duan drejtues partije cilët janë të përgjegjshëm, që të mbajnë përgjegjësi për fjalën, të mbajnë përgjegjësi për rezultatet dhe të mbajnë përgjegjësi për fjalët që thonë, por edhe për humbjet. Megjithatë, zoti Saliani, udhëzimi është i Flamur Nokës, besoj publiku e ka të njohur, ndoshta më pas unë do ta tregoj edhe në ekran, por pyetja ime është drejt për drejt për ju. Ju mendoni që është udhëzimi i Flamur Nokës apo është udhëzimi i Sali Berishës? Ky udhëzim është një prej, po themi, turbeve më të mëdha të shfaqura në publik, se turbe në për partitë politike ndodhin, po kjo është edhe pacipësia për ta shfaqur publikisht, pra të përcaktosh përjashtimin e antarëve, ndërkohë që detyra e çdo drejtuesit të Partisë Demokratike është që të rrisi sa më shumë, të bëjë sa më shumë antar, të ketë sa më shumë kontributor në parti, tregon frikën që kanë, po themi, drejtues saktuar nga zgjedhjet. Unë nuk e di kush e ka bërë dhe nuk e quaj fare, sepse në fund të ditës nuk të përcakton, e kam thënë vite përpara këtë, po e them prapë që legitimitetin politik nuk ta jep as Selia, as Godina, as Karrigja, ta jep mbështetja popullore dhe... Sa javë bën në mos muaj që nuk shkelni më në Selinë e PD-s? Nuk shkelni se s'doni apo s'ju lën?
Apo ke ku parkohet dhe nuk ke nevojë të parkosh. Se shkel njëri, edhe kjo është një fatkeqësi që nuk ka pas ndonjë aktivitet. Kur ka aktivitet, gjatë protestës kam qenë aty. Po në Seli, prandaj po të them, çfarë të bëjnë Seli? Do të shkojmë bashkë, bëjmë xhiro. Shkojmë nesër bashkë edhe bëjmë intervistën aty për shkak. E bëjmë dot nesër? Nesër, po patjetër. Mund ta realizojmë aty. Po pse kush më ndalon? Se mund na vinë ndonjë të thotë ti zotëri largohuni këtej. Po hajde dhe shifë njërë, se kam dëgjuar edhe në për këto takimet që do vi dikush do thotë që po pse po bën takim nga ty, pse po bën takim tu. Po me sa po shoh unë të gjithë që po vinë. Jo, takimin në rreth i keni të konsiderueshme, po them në qendër. Sa hapësirë. Kemi një kriter matës për momentin. Shikojeni takimet që po zhvillojmë ne, shikojeni takimet që po bëjnë dhe po i organizojnë kryetarit të partisë. Merreni në të njëjtat dega apo qendërqarqe që i kemi zhvilluar takimet ne, merreni dhe shikojeni takimet pa diskutim atje ka demokratë që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, por për masivitet, për po themi entuziazëm, për reagim, për te mbushjen e sallave, ka diferencë dukshme, se ne cila është njësia matës e tjetër? Është vota apo? Patjetër është vota dhe vota si të bëjmë, se u bën për shembull kishin bërë zgjedhjet, do me thënë imponimin në Imar. Puna është, a do t'ju lënë të votoni në prill? Kjo është puna. E gjithë partia, sekretar dege, ish kryetar dege, ish kandidata për bashkinë, kontributorët më të rëndësishëm, i takova para një jave, ishin përjashtu të gjithë sepse duan të vendosin për të mbajtur vullën edhe se atje nuk i kanë lënë as zyra fatkeqësisht. Po ka në një interes, ka interes demokratët që të përjashtojnë demokratët çdo cep, ky është problemi. Jo vetëm të prezantoj dhe Endri Tafanin, mikun e emisionit që është na bashkuar. Endri, meqense nuk ishën pjesën e parë, diskutuam për gjykatën kushtetuese, për gjëra të kësaj natyre, po fokusohemi te PD-ja. Tani unë titullin e emisionit e kam vënë Ervin Saliani përballë Sali Berishës. Është realisht Saliani përballë Berishës apo po përpiqet, le themi, të godas një numër 2 apo një numër 3 në atë parti? Mua nuk më duket se është përballë Berishës, paktën me mënyrën se si po shtret e gjithë gjëra. Është një lëvizje që, ose më saktë janë veprimet të cilat duhet të kishte bërë vetë PD-ja. Tu akoma nuk ka një analizë, domethënë, për humbjen që ka pasur në fushat. Është bërë një u vodhën zgjedhjet, tani hajde flasim për 2027 kur të jenë tjera, të bëjmë dhe këto zgjedhjen për të vazhdojmë. Domethënë është një diçka e cila ne kemi parë pas çdo humbje që në 2013 deri tani duket kur asnjëherë s'mbahet përgjegjësi, nuk bëhet analiza, thuhet Rama na i vodhi, e pastaj vazhdohet gjithçka normalisht. Problemi është që po vazhdojmë në këtë mënyrë, humbje pas humbje, rezultatet tregojnë që njerëzit largohen. Dhe nëse do që ti jesh parti fitimtare, duhet bësh një farë analizë, duhet i mbash njerëzit afër, pra duhet i bësh edhe ata të ndihen pjesë të përgjegjshëm për rezultatin që kanë arritur. Pra në Tiranë është bërë analiza pse në Tiranë ke deg apo njësi në të cilat nuk e performuar mirë. Nuk duket se ka pasur një gjë të tillë, apo në deg të tjera, apo rreth të tjera. Për të thënë çfarë ndodhi, pse ecën kështu, si mund të rekuperojmë. Kjo analizë nuk është bërë. Pra, në këtë rast, nuk është më tepër po themi, një përplasje midis Saliani, se e kemi këtu Ervinin, domethënë, po nuk duket si përplasje, sa më duket një diçka e cila duhet bërë. Okej. Pra, ju e shikoni më tepër si një lëvizje në funksion të zgjimit të demokratëve. Më tepër se sa një përpjekje për të... Po qatë do vi demokratëve... Jo, në rregull, po unë duhet kuptoj, nëpërmjet analizës suaj, deri ku janë ambicjet e Ervin Salianit në këtë lëvizje? Atë e pyesim këtu në kur ka ambicjet, po mua më duket si diçka më se normale. Domethënë, kush është e keqe që mund t'i vi PD-s në kjo lëvizje? Ja ta them unë. Nëse mundem. Po. Tani kjo është vetëm përplasje me Sali Berishën. Pra nuk është, po, analizë. Vetëm përplasje me Sali Berishën, sepse është pak paradoksale. Ai zotëria që kishte 8 vjet partinë dhe kishte mundësinë të kishte strukturat e tij, të kishte rienergjizuar dhe ristrukturuar partinë, bëri një pocaçi, domethënë një hiçgjë si përplasje me Sali Berishën. Po. La gazin madje të përplaset me doktorin, pra Luli, dhe del Ervin Saliani nga burgu, që ishte izoluar atje, dhe ka këto takime që ka me këtë pjesëmarrje që ka. Pra Luli që kishte partinë, s'mblidhte dot 5 veta, i mblidhte doktori,
Tani del ky nga burgu edhe mbledh më shumë njerëz se doktorin kohën e foltorës që mund të lulin. Dhe si e dëmton Partinë Demokratike kjo? Pra që është përplasje me doktorin, kjo nuk diskutohet fare. Po fare. Si e dëmton Partinë Demokratike? Unë për shembull kam takuar një demokrat të personazh, të interesant publik, i cili ishte i mërzitur, sepse unë tha ndeja me Ervinin se Ervini ndejti me mua dhe është mërzit PD-ja. Dhe Ervini tha, përjashtohen atje në Himar, përjashtohen demokratët. Kjo është ajo që po i shkakton Ervin Saljani Partisë Demokratike. Ervin Saljani Partinë Demokratike do e përgjysmoj. E këtë lëvizje? E di pse? Sepse nesër... Në bazë po thuas, se në qëndër nuk shojmë grupë në qëndër që... Po në çdo aspekt, po sepse me letra, me statut, me vull, me çfarë ka doktori atje, me flamurin, me palokën, me këka atje, nuk do e lejojnë të garoj, nuk do e lejojnë ata që mendojnë si Saljani të votojnë, do mërzitën dhe kostot do i marri Partia Demokratike. Tani Ervini mund thotë që këto kostot nuk ja shkaktoj unë, ja shkakton doktori që përjashton, mund ta thotë ky atë. Po patjetër, është drejtë për të. Po në thelb, fuqia e këtij është kjo. Sot që flasim, ky ka bërë një gjë, që s'e ka bërë askush deri më sot. Se dje kur ishte Basha, ishin 90% Berish, 10 Bash. Sot që flasim, ky e ka ndarë në mes. Dhe kur them në mes, sepse ata njerëzit që janë atje, nëse nuk janë njerëz që ja çon Edi Rama Ervinit, edhe për këtë du t'japi llogari. Se mund të jetë ky variant. Nëse ato njerëz nuk ja ka çuar Edi Rama, ajo salla e Fierit sot është më spaku gjysma antarësisë Partisë Demokratike, në kuptimin strukturor të fjalës, pra njerëz drejtues organizatash, grup seksionesh, më të thash. Nëse ai ka ato njerëz që drejtojnë struktura atje, ky e ka ndarë Partinë Demokratike në mes. Nëse ato miku im, nëse ato njerëz që ishin me Ervinin sot përjashtohen nga partia dhe ato struktura nuk shkojnë nesër tek doktori, a ja ka përgjysmuar votat, a ja ka dëmtuar Partinë Demokratike? Unë them që po. Çfarë do të thonë dëmtim? Dëmtim elektoral, më zotëri. Në ç'kuptim? Në kuptimin që nesër në zgjedhjet lokale, gjitha strukturat që janë me Ervin Saljanin, që janë përjashtuar nga PD-ja, nuk punojnë për Sali Berishën dhe nuk merr 400.000 vota, merr 200.000. Po mirë, kjo është dëmtimi, pra çfarë do të bëj ai? Do t'i vë flakën? Po nëse ti nuk arrin të mbansh brenda partisë dhe përjashton nga partia njerëz, si mund të shkosh të kërkosh? Ti po thua që e ka fajin e gjë përjashton. Po normal, sepse këtu nuk ka dorëheqje, 2 sekondë. Kundër kësaj vetëm 1 sekondë, se dua ta marr, me që kemi zonë Saljani këtu po. Me që kjo pyetje se, mua nuk më duket dëmtimi, ç'ka dëmtimi një herë? Sepse ne këtu po flasim për informacion politik, i cili po shkon poshtë, po shkon drejt vdekjes. Nuk është se është duke u ngjitur lart. Po kjo e përshpejton vdekjen, kjo Ervin. Kjo se duke vajtur lart. Është elektroshok. Është duke vajtur lart. Okej, mund thua ne jemi duke ecur mirë dhe po shkojmë drejt një fitore, dhe ndërhyrja jote mund të prishë këtë rrugë të mirë që kemi nisur. Ervini duhet ta ndali këtë gjën që po bën. Po mirë, se unë të dëgjova deri në ta bëjmë bashkëbisedim. Jo, po nuk e kam qenë. Jo, më do të ngela dhe ti ta vazhdoj deri në fund. Ta vazhdoj deri në fund. Vetëm një njerëz për monologje në vend. Ta them deri në fund, pastaj mund. Okej, të lutem me që. Atëherë, kjo rruga që duket që ka marrë PD-ja, është rrugë duke vajtur dal drejt vdekjes klinike. Po. E kupton? Dhe në këtë rast nuk ka kuptim të thuash ti po më prish punua. Ti e duke vdekur, zotëri, ti ke nevojë, tamam ke nevojë që të vëjnë ato 2 elektrodat, e të t'japi një elektroshok të gjallësh. Këtë shkundje po e bën Saljani po thua. Sepse, po, në një farë mënyrë është një veprim që duhet bërë. Kjo është ajo që them unë. Pastaj faji nuk është, shiko, nuk është faji i atyre njerëzve që kërkojnë të bëjnë diçka brenda partisë. Faji është i atyre, nëse do ndodhi, që duan të përjashtojnë njerëzit që nuk duan të ikin nga partia. Dhe pastaj kur ti më dëmtove mua, po m'fal, je ti që po më largon, je ti që po përjashton antarët. Nëse je ti që përjashton antarët, je ti faj. Okej, atëherë, pyetja e përtej PD-s, e opinioni publik që nuk është i angazhuar me PD-n, është kjo, perceptimi është ky, që nëse nuk përballesh me Sali Berishën, nuk je në një garë ose në një betejë reale. Dhe pyetja ime është, dhe pyetja ime e asaj që thash është, a jeni i vetëdijshëm çfarë po bëni? Se më pëlqen provokimi i Flogertit, po kjo është domethënë ta kthesh përmbys situatën. Partia Demokratike në momentin që kemi nisur këtë lëvizje, po themi po përfaqësoj
unë publikisht për shkak të angazhimit, për edhe në mbështetjes që kam, edhe kërkeset që kam nga demokratët, kjo për bën thjesht një pasqyrim të realitetit. Pra këta demokratë dhe opozitarë që janë të shqetësuar, që janë të mlefosur, që janë të zhgënjur nga Partia Demokratike, nuk po shkonin dhe nuk po shkojnë më në Partinë Demokratike për shkak të zhgënjimit. Kjo lëvizje po i sjell ata në Partinë Demokratike dhe po fut konkurrencën në Partinë Demokratike. Para se sa të niste lëvizja, nuk ishim analizë, deputetët dhe antarët e kryesisë i kishe, nuk e di ku, me ndonjë përjashtim, por nuk ishin në terren, sot e shikon që kanë dalë. Sot Partia Demokratike, dhe thash sot atje, dhe jam i bindur 100% që falë, po themi, atyre demokratëve që po i mbushin sallat plot, ka bërë që Partia Demokratike dalin protest, dhe të angazhohet me çdo kapacitet mundshëm për dalë në protest përballë Edi Ramës, dhe të gjitha këto problemet që po themi po i evidentoj bashkë me demokratët, këto janë aty. Pra, si promovojnë karrierat Partinë Demokratike? Di njëri? U thamë primarët, kush doli i pari në primare, u la jashtë. Hysen Kadiu në Tiranë, Elisabeta Redhi në Fier, Shkëlzeni në Kukës, Ilir Krosi në Dibër të parët, se nuk po themi për të dytë dhe tretë. Pra kush doli i pari, u la jashtë. Pra promovimi, si bësh deputet Partinë Demokratike për dikë që ka kontribut në të parti. Si bësh, duhet shkosh te doktori, kjo është rruga. Okej, ti po shkon në nxjerrës dhe tjerë jashtë duke thënë që jeni burrat mirë. Kjo ka qenë rruga gjithmonë. Dikur shkohet te Basha, sot te doktori. E njëjta gjë është. Këtër u vendosën primarët dhe u tha, kur u bën foltorët e asaj kohe, që antarësia do të vendosë cilët do të jenë deputetët. Ishte kështu? Po, dakord, u vendosën këta u bë lista kështu siç u bë. Po kur u mbet apo t'i vjedhin zgjedhjet, ka përgjegjësi? Po. Sepse në 2021-shin zgjedhjet, po themi, ishte një retorike përdorur nga gjithë leadershipi, po zgjedhjet u vodhën, zgjedhjet Edi Rama përdori krimin, shtetin e tjerë. Po prap diferenca ishte shumë e vogël se sa tani. Tani jemi në kushtet ku ne jemi në një katastrofë elektorale. Ora ta bëjmë një analizë, pse kemi fituar në 2021-shin në 108, po them, pse kemi tanë? Jo, ma jep do një përgjigje se kjo është pyetja që bëj unë si gazetar. Pse ra PD-ja 120.000 vota krahasim me 4 vite më parë? Për shkak të paqartësisë strategjike. PD-ja çfarë thotë në mëngjes? Leadershipi, se PD-ja janë antarë. Leadershipi është Berisha. Leadershipi i Partisë Demokratike të gjithë, ose ajo vazhdon, nuk është puna aty. E para thotë, e para ja ta them unë, në mëngjes thonë gjë, pas ditë thonë gjë tjetër. Po këtë e di. E dëgjuat për reformën territoriale, se kam qenë kryesi unë kur u bë fundet. U tha, meqense Edi Rama na e hodhi, do të thënë me votat e deputetëve të PD, se hodhi për avokatin e popullit. Hodhi, kjo ishte shpreha. Ne nuk marrim pjesë me të. Nuk marrim pjesë as në Komision Reforme Territoriale. Sot u qetësuan, do marrim pjesë. Sot, se ndoshta ke qenë rrugës se s'e di informacion. Ndërkohë që ka 2 muaj nga ai moment, dhe Partia Demokratike kam kërkuar aty, po e kërkoj edhe në publik. Partia Demokratike duhet dali. Cili është propozimi i Partisë Demokratike për ndarjen e kompetencave? Po. Për ndarjen territoriale, ku do jenë territoret për bashkitë? Cili është propozimi i Partisë Demokratike për reformën zgjedhore? Unë jam për proporcional kombëtar me lista 100% hapura. Kam kërkuar ka 8 vite të zgjedhin qytetarët cilët janë deputetët që pëlqejnë. Ne nuk mund të jemi gjatë gjithë kohës në një logjik çfarë bën Rama ne bëjmë të kundërtën. Por ne duhet të kemi ofertën tonë politike. Dhe në këtë kuptim, kjo vetëm se i shërben Partisë Demokratike, a e del do të bëjmë Partinë Demokratike fituese. Ky është qëllimi. Ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, po ne flasim për një shoqëri ku duhet të ketë norma demokratike, se po që kështu del dikush ku duhet të shosh gjithë të mbështetjet që ke të vret me armë. Saljani. Ore, së pari njerë unë nuk kam... Ku duhet shosh, ata s'ta pranojnë, a i thot... Mirë, ka një pas me e kiameti. Së pari po e pranon shoqëria, së dyti po e pranojnë masivisht demokratët. Unë nuk kam kërkuar në një gjë për momentin. Unë kam kërkuar rregull loje. Në prill ndahen rrugët. Ky zotëria thot, po zotëri nesër... Si fillim, si fillim jemi këtu, që ka 13 vite, sidomos tani që thuhen jetat pralla. Ore, si do mundet Edi Rama? Do ta mundim me protest, do ta mundim me vot. Do ta mundim me ndërkombëtarët. Pastaj del që ndërkombëtarët nuk na duan. Unë them që Edi Rama mundet edhe me po themi sakatimin që po i bën drejtësia dhe Spaku, edhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve, por në fund pa pasur frymëzim Partia Demokratike për të mbledhur njerëzit.
është e pa mund. Pa mjaftueshme. Indrit, Të jam duke thënë. në prill. Kjo nuk është një çështje. Shapi nga sheqeri në raport me fatin e Ervin Saljanit. Pra, ta dim në fatin me PD-s, po. ku ta dim në çfarë ndahet në prill. Po nga ato që ka thënë doktori, më që është i përjashtuar. Okay. A ka garë? Tani, që ta rikollodojmë pyetjen. Spari këtu ka një problem të madh me çdo lëvizje në Partinë Demokratike, sepse është tentativa disa njerëzve për t'ju shkuar mbrapa dhe për të bindur atë masivitetin që gjenë çdo mënyrë të mundshme për t'ju shmangur të vërtetës dhe përballjes me të vërtetë. Çfarë thonë? Thonë analizë. Kur është bërë ndonjëherë analizë Partinë Demokratike që do të bëhet sot nga këta? Asnjëherë. Asnjëherë. Çfarë do të thotë analizë? Po të bëhet një analizë vërtet politike. Kryetari jep dorëheqje. Jo kryetari. Jo, po eci me logjikën e analizës. Strukturave i bi që duhet largohen dhe të zëvendësohen. Titullar drejtues. Nuk e bëjnë analizën se unë nga që kam qenë dikur me atë parti, kam marrë pjesë dhe në analiza, do të ngelen kështu në historinë personale. Çfarë thohet? Në krye dokumentit analizës shkruhet si ftesë dasme, me rastin e manipulimit të zgjedhjeve nga... Kjo është analiza PD. Jo, dakord, po kjo është bërë në çdo palë zgjedhje, po thuhet. Tani ta shpjegoj për te çdo batute. Me rastin e manipulimit të zgjedhjeve nga diktatori Edi Rama, ne do të fillojmë një analizë për të pyetur tjerët a jeni dhe ju dakord me këtë që kemi vendosur ne se janë manipuluar. Kjo është reale, pavarësisht se duket si shakar. Pra do thotë nuk ka analizë, ka gënjeshtër me analizë. Pra, unë po të gënjej si kur përbëj një analizë zgjedhore dhe çfarë ndodh? Nuk futet askush për trajtuar problemet reale. Pra, si e kemi ne gjendjen me seksionet e Partisë Demokratike po të marrë bazamentin, a janë persona të respektuar në komunitet, shkolluar dhe njerëz të cilët janë në rregull. Pra, kapacitetin, dëshmëria, moraliteti dhe prestigji social në komunitete i aktivistave. Nuk futet askush për ta trajtuar këtë që është problem kyç dhe themelor. Çfarë ndodh? Shumica ose një pjesë e caktuar e kryetarëve të seksioneve të Partisë Demokratike dalin tek lokali i lagjes, në mëngjes, shajnë me non socialistët, kush është socialist në lokal, dhe ulen pastaj pinë kafen e tyre, dhe mendojnë që me këtë lloj skeme, komuniteti do t'i pranojë. Jo, ktheu te aksioni i Ervin Saljanit, në këtë parti, sa shanse ka? Direkt se atë ngel përgjigje izoluar. Po të them, ka probleme themelore, se këto lidhen dhe me aksionin në fjalë, ka probleme themelore me kapacitetin politik dhe përgatitjen politike të aktivistëve dhe të njerëzve që marrin përsipër të përfaqësojnë këtë parti. Askush nuk flet se çohen ata gjithmonë kam 30 vjet këtu unë me këtë skemën. Pra dhe nuk lejohet, se nuk është vetëm ky i madhi që rrit 35 vjet. Është i njëjti mentalitet në mënyrë kapilare deri tek disa të tjerë poshtë. Po të drejtë nuk lejojnë. Atëherë, prit prap, po të them, është një gjendje e përgjithshme. Ndiqi ti sa të duash për t'ju thënë se si është politika bashkëkohore sot, të thonë jo. Atëherë, e diçka tjetër, kultura e protestës. Zoti Berisha ka armën më të fortë, shantazhimin me protestë cili do, përgjithsisht brenda partisë. Ata që rivalizojnë, i përgjigjen në kulturën e protestës. Pra dikush tjetër në këtë rast mendoj se zoti Saljani është pak gabim, sepse mund t'i thotë të gjë, merr gjithë historikun e Partisë Demokratike, kur ndonjëherë protestat e PD-s kanë vendosur në vështirësi qeverinë. Edhe në 2004, kur nisi atë nanoik, u detyrua të ndaloj dhe të marrë kopin për të marrë votat në kuti. Nuk është çështje proteste. Protesta, se paktën tek protesta Saljani bashkohet me PD-n. Nuk është edhe sot çështje proteste. Pra kësaj të vërtete, duan t'i ikin, gjejnë vrima dhe linja për t'i ikur dhe për të mos u përballur me këtë të vërtetë. 10 protesta shumë forta të vitit 2019. Çfarë erdhi në zgjedhje? Diferenca 100.000 vota PD-ja me PS-n, pastaj PD-ja bashkë me LSI-n diku te 80.000. Jo, 30-40.000 vota. Jo, ishte më shumë se 100.000. 620.000 me 780.000 PD-PS, dhe kishte një diferencë mbi 50.000 LSI-ja bashkë që ishte në kamp me Partinë Socialiste. Ta sollën 10 protestat, nuk merret vota ashtu. Tash në lidhje me prillin. Sa janë shanset që Ervin Saljani të mbijetojë
Ervin Saliani do mbjetoj dhe shoqërisht duket të Jo me shëndet, më jo, po them në politikisht në PD. Shëndeti ka mbjetuar burgut ai, po. Po them në Edhe pse mes burgut të doktorit të mbjetoj, çfarë do të thotë të mbjetosh? Nga njëherë të mbjetosh nuk do të thotë domosdoshmërisht të mbjetosh në sistemin e Sali Berishës dhe Flamur Nokës dhe të aparatit drejtues partisë. Po. Nëse profesor doktor Sali Berisha, pra doktor Sali Berisha dhe zëvendës doktor Noka kanë deklaruar që nuk do të jetë, unë siguroj që do bëjnë gjithçka që të mos jetë në garë. Mirë po, kjo nuk është fundi i betejës politike. Mendoj se jo vetëm Ervin Saliani, me qenë sa e kemi këtu, por secili njeri tjetër që do të rivalizojnë politik, duhet rivalizojnë me një model të caktuar, me një arketip të caktuar politikani i cili mbart në vete, pra është titular i disa bindjeve të caktuara politike dhe qëndrimeve të caktuara politike. Kur nuk të lë ai, çfarë do bësh, mo? Lëre ai, nuk është, shiko, nuk ka ai nuk do ta lejoj të futet. Ti ke qenë në Partinë Demokratike dhe e njeh historikun e saj. I njeh të gjithë ata ait që ka patur doktorin. I njeh apo jo? Se e njeh Selami me shok, Gjerdas dhe Majdari. Tani duhet keni durimin që unë ta them argumentin, edhe nëse nuk kuptohet mund edhe ta përsëris. Tani çështja është këtu. Meqense se ai dhe ata dhe grupi kanë këto qëndrime që kanë, mendoj se një politikan i rinë perspektiv nuk duhet ta lidh veten e tij politike me qëndrimet e vogla të korridoreve të një ndërtese që quhet Selia Partisë Demokratike, një ndërtesë e cila tashmë meriton t'i këndohet ajo kënga Janinës Çipa në syt, se ka parë shumë. Dhe në këtë kontekst mendoj se jo vetëm Ervin Saliani, por secili njeri tjetër duhet të punojnë shumë për veten, për të kolauduar disa qëndrime politike, për të ruajtur identitetin politik, sepse shumë shpejt mendoj unë ka jetë politike dhe pas Sali Berishën dhe pa të tjerë. Okej, Saliani, para se shkojmë publicitet, një pyetje që lidhet me ato korridoret e Partisë Demokratike. Për herë të parë që nga momenti që Berisha mori sërish Partinë Demokratike, hiq rastin tuaj, disa deputet që të paktën u shfaqen sikur ishin kundër frymës së bojkotit. Ka qenë disa herë. Ishte frymë reale kjo, apo ishte një show i Berishës se pa emra shumë besnik aty mes tyre Tritan Sheu? Më kujton ndonjë emër tjetër. Jo, ishte reale ajo lufta apo ishte një show që ju mund na i shpjegoni? Qëndrimet në grup parlamentar, po dhe në kryesi të Partisë Demokratike janë për herë të ndryshme. Këtë herë është raportuar dhe ka dalë, por nuk është se mendojnë të gjithë njësoj. Tritani në fakt është vazhdimisht kritik me doktorin. Pastaj, mua më vjen mirë njështë që Flogerti është bërë qartësisht me leadershipin. Me leadershipin e PD-s, po. I duhet Flogertit që t'i ketë shu që kjo ka qenë e përreshme, po për të kthyer pak tek ajo që thotë që tha Indriti. Shiko, analiza në Partinë Demokratike se një prej ndarjeve që kanë pas, po themi, konceptuale me po themi drejtimin e partisë ka qenë kjo. Analiza nuk mund tjetë që të shkojmë ne dhe të bindim demokratët që ne janë vjetë zgjedhjet, se për këte janë bindur ata. Janë bindur gjithë që Edi Rama përdor gjithë mekanizmat për t'intimiduar, për deformuar vullnetin e zgjedhjeve, po e përmledh. Problemi është që do bëjmë ne dhe ku kemi çaluar për të ndryshuar. Dhe analiza si koncept në partitë moderne bëhet në mënyrë të strukturuar, bëhet me grup të jashtëm, se ku ke ceduar, cilat kanë qenë problematikat, si ka qenë komunikimi politik, cilët janë njerëzit, nuk e bën vetë partia analizë për veten, gjykoj unë veten. Ose po them, cili do thotë që unë kam qenë mirë shumë, për ka fajin tjetëre. Dhe duhet që të mahem përgjegjësi, pra ndryshimi është analiza. Patjetër. Pra nuk është analiza që ne po themi që na ndodhi kjo, të rrim po njësoj, të vetë justifikohemi. Duhet të ndryshojmë, duke marrë përgjegjësi mbi të gjitha ato që nuk janë bërë, se ka dhe një analizë tjetër. Atëherë, të lutem, zoti Saliani. Që ta bëj pyetjen ka dhe një analizë tjetër më. Por pse Partia Demokratike ka fituar në 7 bashkinë këtë zgjedhje? Ta bëjmë analizën fitore. Jo, mos shkote kjo, ta bëj pyetjen dhe pastaj jep përgjigjen. Pyetja ime është kjo. Marrim atë, ta bëjmë analizën aty dhe mbi bazën atyre jam dakord me ju. Atëherë, sipas nenit të statutit, të lutem, ta çoj pyetjen se kjo është shumë e rëndësishme ta dëgjoj publiku ti që do t'i bësh fitojnë me zonë, nuk do të fitojë. Zoti Saliani, ai ka përjashtuar, lutem një sekond. Më lër pak pyetjen ta bëj sepse ka shumë rëndësi që publiku të kuptojë cila është qasja juaj.
si pas kësaj që ju thatë, kur humbet duhet ndryshim. Neni statutit partisë suaj e ka që kryetari kur humbet zgjedhjet duhet largohet. Tani, pyetje drejt për drejt, a duhet të largohet Sali Berisha, a duhet të largohet pas këtyre humbje, pas kësaj humbje? Tani, ne po shkojmë tek një logjik që ka të bëjë me në këtë rast ka të bëjë me vetë personin. Por unë po të them gjë tjetër. Jo, më thuaj, kjo është esenciale. Kush duhet ndryshojë sipas jush? Esenciale është që të diskutojmë dhe ta vendosin demokratët. Po jo më jo. Ta vendosin. Po jo më se kanë në statutor, çfarë do vendosin demokratët? Gjithë secili, po që se është në statutor. Po, do të bëjmë debat. Po pra, po këtë po thotë. Po pse keni kaq vështirë ti thoni Berisha ik? Po jemi siç e thot çdo qytetar shqiptar. Sepse unë nuk po merrem me emra fare dhe nuk merrem me emra. Po ta them edhe një herë tjetër. Unë po të them cilat janë problematikat që ka Partia Demokratike dhe Sali Berisha me mbështetësit e vet, me kontributin e vet, me simbolikën që ka në Partinë Demokratike, është i domosdoshëm, por është i pamjaftueshëm për të fituar zgjedhjet. Si t'ja bëjmë në kësaj? Ne hajde gjejmë një mënyrë, them unë, hajde gjejmë një rrugë. E para njërë Partia Demokratike duhet bashkohet. Lista antarësisë Partisë Demokratike. Në këto momente duhet zerojë dhe duhet jenë të gjithë antarët e Partisë Demokratike. Do të kundërta. E dyta, po ky është problemi pra. Për këtë jam duke lëvizur, duke takuar njerëz. E dyta, duhet të hapet pas bashkimit. Jo, e dini cila është e bukur. E kuptoj, Pritë të themi gjë se ka dy realitetet. Do t'ju them pak realitetin. Me ritmin tënd, me energjinë tënde, ti nesër ke ka një realitet paralel që studiot është edhe një realitet tjetër. E dini të bukurën ju? Bukurën, se është bukur, por normalshme në fakt. Të gjithë takimet që bëhen me të deleguarit e Partisë Demokratike, gjitha zotrinë që janë takime me mua janë aty më dhe po ti shohësh që i kanë rresht të parë. Kur vin takim në takimet e mia nuk janë demokrat, kur shkojnë aty janë demokrat. Po shkojnë prapë, i thrasin prapë. Se kaq demokrat ka zotri. Nuk ka kaq shumë njerëz që kanë, po themi, po në të dyja takimet, edhe tuajt edhe të pa diskutim, kur është partia, jo më te partia. Kur shkojnë tek janë parti këta më zotri. Partia zyrtare ka, po themi, disa institucione. Unë jam prapë Partinë Demokratike. Dhe e gjithë kjo logjika që jo po e përjashtojmë, jo po e bëjmë të nuk e bën dot më zotri. Sepse demokratët me njëri tjetrin, kur vjen aty te këti dhe të thotë që shiko, unë jam demokrat, nuk e përjashton dot, se nuk është kështu. Pra për sa kohë ata janë është me kontribut edhe te ai, atëherë ti po bloke një lojë tjetër. Cila është kjo? Ka laja nga brenda, se në prill... Po s'kam dalë jashtë, nga brenda. Po nga brenda. Quhet dash ka latin dash mur. A ka zgjedhje nga lart poshtë në prill? Po. Çfarë ndodh? Atëherë ti bëj një pyetje Ervin Saljanit. Me që këta kanë guximin dhe vinë te ti pavarësisht se ti je shpallur armik i partisë. A nuk do ma thuash përgjigjen, po unë po bëj pyetjen se këtë punë kam. Apo punon Ervin Saljani që në mos hyft në gar vet përballë doktorit se nuk do lejohet, dhe ata e kanë thënë që nuk do lejohesh, ti të kesh praktikisht strukturat e partisë sa më shumë të mundësh për ta kondicionuar... Ore, së pari njerë nuk e dim as që a thonë, as se mund t'jen të tronditur ata nga Afrika. Flamur Noka... Nuk ka gardë, unë nuk kam shprehur në këtë moment në një ambicje, si fillim. Flamur Noka të konsideron kandidat o... Mirë, do bëmi serios apo do flasim... Për sekretari përgjithshëm i partisë, numri 2. Unë po flas për gjëra. Ai zotëria sa herë flet për ty thot, zotri thot, ai nuk ka punë me nesh. Dakor, po unë merrem me gjëra serioze, nuk tani unë do them këtë gjë. Serios më duket sekretari përgjithshëm në këtë moment, po mirë, unë po merrem prapë me gjëra serioze. Tani po që se të duket serioz, thashun, gjë mirë kjo që ti do ata. Po atje, duket një lloj dashurie që ka shpërthyer. Përpara një kolonjari, unë do zgjedh gjithmonë malsorin tim. Duket dakord, pra duket një lloj malsori janë të 1100. Ama prap. Është çik më lart atë. Malsorin tim. Po, ante nga unë pak më lart. Po është der malësie atë. Në këtë moment nuk ka garë në Partinë Demokratike. Kur të ketë do diskutojmë, do jemi këtu. Unë po të them gjë edhe e mbylla. E gjitha që ka ndodhur deri tani e ka zgjuar Partinë Demokratike, e ka futur në konkurrencë Partinë Demokratike dhe ka bërë që të dalin nga zona e ratit. Por deri tani kanë qenë rat. Tani po dalin nga zona komfortet dhe po e shikon që gjithë dikush thot një gjë, dikush një gjë tjetër, ama ka dalë. Ke partit merrem unë me emra në këtë moment? Unë po them o zotrinj, kështu siç jemi dhe këtë let vit ma thot kush doj, po që se mendon
Ore tjetë një vetëm, thotë që ne fitojmë kështu si që jemi, the mund dakord, më doni të rriu të dërgjëm do shta të nxjerrësh nga Shkojmë publicitet dhe rikthehemi në 5 minutat e fundit, pas pak. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, jemi duke diskutuar pikërisht lëvizjen e Ervin Saljanit në brenda Partisë Demokratike, sa janë shanset e tij për sfiduar në fundit Sali Berishën dhe për të qenë faktori rëndësishëm në këtë parti. Do ta nis me zotin Tafani në raport me atë çfarë ju, zoti Tafani, shikoni tek lëvizja e Saljanit dhe shanset e tij për të triumfuar ose për qenë faktor për të përballur me Berishën. Si e shikoni deri në të paktën deri në prill-maj këtë lëvizje? Kjo është të bësh pyetje shumë hipotetike sepse nuk dim se çfarë do ndodhi. Domethënë deri në prill nuk e kemi iden, domethënë realisht atyre që kanë ndodhur brenda PD-s, sepse siç e tha Saljani që parë, edhe vetë PD-ja është duke sigurisht konfuze. Deri në prill mund të rrëzohet drama njëherë. Në njëra anë thotë shumë për reformën territoriale që jemi për këtë. Atëherë me Ramën rrëzohesh dhe ti, se Ramën i bie që ta mund të doktori. Po. Pra, në njëra anë thotë që nuk do marrin pjesë në reformën territoriale, pastaj futet te reforma territoriale. Në njëra anë thotë në i vodhi zgjedhjet e tjera, pastaj thotë futet te kodi zgjedhor, pra reforma kodi zgjedhor. Në njëra anë thuhet flitet për mos bashkëpunim me pushtetin, flitet për Ramën si diktator e tjerë, si narkoshtet, pastaj futesh në komision për ndryshuar kushtetutën. Pra, nuk po kupton, edhe vetë PD-ja duket sigurisht konfuze. Pra, çfarë thot tani nuk e thot pastaj, kështu që në këtë kuadër të bësh një parashikim se çfarë do ndodhi në prill, realisht nuk është ndonjë po themi refero kësaj fjalie që unë nga marrë nga Fieri. Të flasë përballë leadershipit PD-s siç ka folur përballë qeverisë. Pra, Saljani barazon Sali Berishën me Edi Ramën. Duke bërë një lloj përkthimi, sepse pra, siç kam thënë Troç për problemet që ka. Se ti kthehemi kësaj, a duhet t'japi Berisha dorëheqjen, se është një dorëheqja e Berishës lidhet me analizën PD. Pra, arsyeja pse nuk bëhet analiza në PD është fakti që nëse analiza del që PD-ja ka vepruar keq, pra faktori kryesor në humbje ka qenë puna e dobët e PD-s, Berisha do t'japi dorëheqjen. Qofse nga analiza del që faji është totalisht i Ramës, pra në këtë rast nuk kam humbur, thjesht mi kam vjedhur. Kështu ka ndodhur. Dhe kështu ka ndodhur historikisht. Pra, ideja është që pa u bërë kjo analizë, në një farë mënyrë edhe ai neni statutit, pavarësisht se duket sikur është, e kupton? Në një farë mënyrë është anashkaluar dhe po anashkalohet. Kështu që në këtë kuadër, kjo analizë që duhet bërë edhe që e ka nisur Saljani nëpër rrethë, domethënë, normalisht shkon edhe në drejtim të kësaj pike. Pra, a duhet ta japi sepse zgjedhjet u humbën, apo nuk duhet ta japi sepse i vodhi. Pra, ne bëm maksimumin ton, vepruam jashtëzakonisht mirë, por nuk është faji jon sepse ai i vodhi. Dhe po të vazhdojmë tutje, hipotetike kush është? Hipotetike është nëse PD-ja, domethënë përjashton njerëzit, ti ke fushatën e 2007-s përpara. Është shumë problematike pastaj të dalësh dhe të organizohesh si forcë më vete, apo të dalësh dhe të përplasesh me PD-n. Pra, edhe sikur të largohet, sikur ta heqin Saljanin bashkë me një pjesë të njërë të antarësisë e tjerë. Dhe jetë shumë problematike sikur kjo pjesë e antarësisë të organizohet për të vajtur si forcë më vete në përkëshim. Kjo është pikpyetje e madhe. Sepse pastaj përçarja bëhet e tipit të tillë që nuk kthehesh dot më te PD-ja. Pra, domethënë kalon në një armik, se kështu ka ndodhur, nuk është hera e parë, është hera e disat që ndodh në PD kjo gjë. Pra, ndodhesh përballë një dileme që, okay, më ka hequr me pa drejt. Po çfarë do bëj? Po çfarë do bëj mbrapa? A do dalë ta kundërshtoj politikisht apo pastaj do të dilemë Saljani e keni? Se shkojmë prapë në fund ndërkohë që kjo është rrugtim. S'pari njerë, unë besoj që diskutimi që po themi po përfaqësoj, apo tezat që po përfaqësoj që janë shqetësime të demokratëve qëndrojnë.
Pra, sot Partia Demokratike, se e dëgjova me shumë kujdes, po themi, analizën e Endrit, tani, ore ta zem se Edi Rama i vjetë zgjedhjet për erë. Ne çfarë do bëjmë? Do qejmë pas çdo zgjedhje? Por ne duhet gjejmë mekanizmin se si të tejkalojmë, po themi, deformimin e vullnetit të zgjedhjeve që bën Rama. Dhe po e them edhe një herë tjetër, ka model në disa njësi që ne kemi fituar. Pra si e kemi mundur ne? Nuk ka pas krim edhe para edhe përdorim të shtetit në Bashkinë e Krujës? Nuk ka pas në Has? Po në Mirdit, po në Kavaj, po në Tropoj. Mere modelin, 2023 në njëjta zonë në humb, 2025 në fitu. Pra ne kemi disa zona që na tregojnë rrugtimin se si Partia Demokratike bëhet fituese. Po si jo, ma? Tani këtu shqetësimi që ka çdo demokrat është si të vim pushtet dhe këtu pastaj ka një gjë tjetër se do ta them këtë qartësisht. Se shumë njerëz thonë që opozit në këtë rast unë nuk po merrem opozit, këtu janë demokratët. Ne po merremi me qeverinë e opozitës. Qeveria e Partisë Demokratike, siç mban përgjegjësi Edi Rama që qeverisë Shqipërinë, ka një qeveri Partia Demokratike, që është leadershipi i Partisë Demokratike, që mban përgjegjësi para demokratëve për vendimarrjet që merr. Dhe janë 100 e ca mijë antarë, janë 500.000 votues që votojnë Partinë Demokratike. Dhe këtu ka 3 kolona që janë të rëndësishme, që ne duhet i zgjidhim. Për shembull, ka ndodh ky rasti që po ndodh që po çudit dynjan me këto rastet e fundit të korrupsionit të qeverisë. Ne kemi qenë aty, mos bëjmë sikur hajde ta bëj edhe unë sikur ta fshehun siç mund të thonë disa kolegë tjerë. Ne kemi thërritur në Partinë Demokratike sa herë ka pas shqetësime ambasador dhe kanë ardhur ambasadorët në selinë e Partisë Demokratike, jemi ulë përballë dhe kemi thënë shqetësimi që ka opozita. Po sot nuk vjen asnjë? Po shifë, më jep ti në një... Tani unë po të them që ne... Po ju vetë keni kontakte me ta? Tani unë po të them... Po pa tjetër që kam, po nuk është ky thelbi. Thelbi është që... Jo, është dhe ky thelbi. A kemi një problem apo jo? E dyta, kemi një problem nga ana organizative? Kemi. Ne kemi pas zona ku janë braktisë numrusit lere me komisionerët. Janë ne të vetëm. A kemi ne nevojë për të përmirësuar dhe për të pasur një gjuhë tjetër politike? A kemi nevojë në të vendosim dhe të rikthejmë në shinat e meritokracisë partinë? A kemi nevojë në të bëjmë bashkimin? A kemi nevojë pasaj të bëhet hapje pas bashkimit drejt figurave që janë të certifikuara në shoqëri? Ka pafund figura në Partinë Demokratike. Nuk mund të jenë 5 veta, përfshi dhe mua po dush. Ti japi mundësi dhe të ketë një garë që konkurojnë në një pistë të caktuar, njerëzit që kanë profil partjak, dhe një garë tjetër mes njerëzve që vinë nga për shembull, nga jashtë. Ja tua bëj këtë pyetje. Berisha po jep një mundësi me sa po shohim Adriatik Lapajt. Ju jeni dakord me këtë? Po nuk kam. Apo jo, Flogert. Kjo është një nga risitë e lëvizjes opozitare të Berishës është që do një lloj bashkëpunimi me Adriatik Lapajt. Do të kompensoj Saljanin me Adriatik. Unë nuk e kam parë që të ketë një takim mes tyre. Unë kam parë që një grup, po themi, intelektualësh, po e kështu, forumi për dialogun, po bërë një përpjekje për të bërë bashkim të opozitës. Do të shohim mbi cilat kritere, mbi cilat parime dhe si do shkojë. Nuk ka asnjë problem nëse dikush arrin që të mbledh gjithë faktorët e opozitës, gjithë opozitën. Atëherë që nga për të bërë kandidatë për kryeministër. Po. Nëse i mbledh Ermali, shumë mirë. Po unë këtu nuk Adriatik Lapaj është opozitar, po bën betejën e vet. Me mundësitë që ka, po bën betejën opozitare në shesh përpara kryeministrisë. Problemi se këtu është një problem tjetër se kam gjuhë dhe në debatin publik që po pse partitë e reja nuk ja dolën. Partia Demokratike është partia që ka besimin e shumicës shqiptarëve. Ka në opozit, pra në opozit. Po prandaj ajo e bën rotacionin, pra se kam gjuar thonë që po mirë po doja po pse su votuan partitë e vogla. Partitë e vogla morën thuajse 200.000 vota, mos nuk morën. Patjetër. Dhe ju jam që ju duhet jeni lokomotiva e rotacionit. Unë them që do bëjmë Partinë Demokratike që të jetë fituese. Po pse si morën partitë e tjera, se është kjo teza e partitë e tjera kanë marrë 200.000 vota. Partia Demokratike për shkak se ka po të merrte 600.000 vota do dinë pushtet. Për shkak se Partia Demokratike ka kohë televizive, për shkak se ka financim më të madh, për shkak se ka struktura e gjitha me radhë, Partia Demokratike duhet të jetë parti fituese, duhet të jetë lokomotiva. Dhe këtë duam të përmirësojmë, këtë po them unë.
Partia Demokratike duhet që të merret, se që do thot kjo që ne nuk dëgjojmë leadershipin në këtë rast, nuk dëgjojmë demokratët, po bëjmë sikur bëjmë bashkim. Si bëhet bashkimi? Zoti Saljani, se jemi drejt fundit. Se në fund... Keni informacion që do të ndodhë me 10 shkurt? Po do vjetu, në fund bëjë them të gjë. Nëse Partia Demokratike kthehet, po themi, nuk do ndodha, po e them në mënyrë metaforike, në një ndërmarrje ku punësohen disa njerëz, me sakrificat e 500.000 opozitarëve, nuk e di se sa i shërben shoqërisë. Ja i thash disa gjëra sot, po i them edhe këtu të ju. Por e ka ndodhur skandale, është kap në shëndetësi, që një mjek bënde 1.700 receta në muaj. Merrnin 15 milion euro nëpërmjet recetave fiktive, 15 milion euro në vit. Keni parë që të bëhet komisionet i morë duhet për atë rast. Jo, qofse janë këto skandale... Tuke rast e ka shkuar, ore me kë bën korrupsionin, se kam edhe një pyetje tjetër, retorike e kam, se do vi pasaj edhe në konkretësi. Ore me kë bën korrupsionin qeveria? Bie Qukës qef ploqa, bie ajo tjetra në prasht prenjës. Me kë e bën? Me kë e bën? Po ta tregon s'paku rrugën e zotëri, po të shkon po troket në për 2 herë. A duhet i përmendim këto apo jo? Tani, ne duhet jemi opozitë e cila ka e përsin morale kartën më të rëndësishme. Dhe e përsin morale e ke kur brenda shtëpisë tënde, i ke të gjitha gjërat, se ta zem se do bëhet kështu si thonë do përjashtojnë demokratët. Po si mund t'i kërkosh pastaj llogari qeverisë që pse përjashton? Përjashton Rama. Ne këto që po kërkojmë tani ne me demokratët në çdo sallë, këto po kërkojmë si Parti Demokratike për Ballramës. Po kërkojmë rregulla loje, po kërkojmë mos përfshi shtetin etj. Partia nga ana tjetër nuk mund të jetë qeverisja e PD-s, nuk mund të jetë si qeverisja e Shqipërisë, duhet të jetë ndryshe. Pjesën e parë të emisionit, unë thash që ka një lloj bashkëqeverisje mes doktorit dhe Ramës. Po. Pra, në kuptimin e ligjit zgjedhor, në kuptimin e amnistisë penale, në kuptimin e ekonomisë vendit dhe të parave publike, unë nuk kam parë në një afër doktorit nga këta biznesmenët oligark, që tankohet që s'kemi punu, kanë punu gjithë. Tani, në këtë tango që po luajnë Rama dhe doktori, ku është Saljani në këtë tango? Ka dalë një kryeneç nga radhët e doktorit, që do të prish i pazarin. Ka që është historia, ta them unë. Unë du të fitoj Partia Demokratike, unë nuk jam këtu për interes. Unë po e lexoj një kënd tjetër, më lejo ta lexoj siç më the. Më lejo ta lexoj si doktori tani, po nuk e thot doktori, po e them unë. Me që më pozicionove ande nga flamuri. Pra, ata janë bashkë në këto gjëra të rëndësishme të vendit. Saljani nuk ka asgjë për të humbur. Ka kaluar një situatë burgu që e quajnë burg politik. Është i ri, ka ambicie, ka karrierë, ka kontributën në Partinë Demokratike, ka ambicien e tij, do të çajë përpara. Ambicia e Saljanit me mënyrën si funksionon doktori dhe Rama nuk bien ndesh me njëra tjetrën. Dhe çfarë ndodh në këtë aspekt? Në këtë aspekt ndodh që Saljani mund të ketë nesër 60% demokratëve, por që do jetë jashtë vulës Partisë Demokratike vetë Ervini, doktori mund të ngelet si Luli që pa të ngel me 15 veta, dhe sërish ka vullën dhe grupin parlamentar e kështu me radhë. Po, në qoftë se Ervini të ecin takimet si që ka nisur, është një favor të dukshëm. Problemi është që ky është një betejë që në finale do jetë humbje. Pra, demokratët dhe Partia Demokratike do bjerët sepse ai nuk do lëvizi nga Istikami, doktori. Aty me 10 veta do rri aty me Flamurin, me Albanën, me mua, me ku di unë do rri aty ai. Me Ramën. Janë 2 të fortët bashkë dhe është Ervini me demokratët nga krahu tjetër. Kush do fitoj thuat? Sigurisht doktori me Ramën do fitojnë mu. Prandaj nuk e kuptoj qëllimin final ku do shkojë Ervini çfarë do fitojë. Çfarë fitojnë demokratët, çfarë fiton Shqipëria? Ora Partia Demokratike. Shqipëria. Kjo analiza që kush është më i forti, po ashtu ai kapim në një armë dhe
Raport forcash. Në demokraci dhe në debatin... A ma kundërshton që janë bashkë në këtë segmente, apo... Në debatin publik ka një parim, i interesi publik, dhe Partia Demokratike ka interes të jashtëzakonshëm publik, se është partia kryesore e opozitës. Leadershipi i Partisë Demokratike. Çfarë nuk kupton me Partia Demokratike? Që të funksionojë demokracia dhe që të kemi politikë, se këtu nuk ka vlerë më as çfarë flitet në publik, për shkak se ke një aktor politik, për shkak të këtyre problemeve që ka dhe Partia Demokratike. Dhe tani, ne duhet ta zgjidhim të, dhe unë do ta shoh me kohën, po s'pari shoh që ka mbështetje masive, së dyti, një sondazh që pash ishte pozitiv. Për kë? Pra, për lëvizjen tuaj. Okej. Pra, pyeta se s'kisha informacion. Ishin 30% që është lëvizje dur dhe pjesa tjetër thoshin që po e bën dhe për ambicie personale, po ambicia nuk është krim. Patjetër. Jo jeni kështu që më duhet ta mbyll shohim me kohën dhe do të jemi këtu. Një gjë, po ta them Flogert me qenë se po të quajsi përfaqësues të Nahijes të Partisë Flamurit. Që ndave me Nahije, po them të gjë për të them se është shakas, kam shumë respekt për. Po them një gjë, që unë nuk triqem kollaj, sidomos kur nuk po kërkoj në një gjë. Sepse pyetja themelore është kjo. Ore, qa humbin sot? Çfarë humbin sot? Ti po kërkon gjithçka në fakt? Lere leadershipin. Çfarë humbin sot? Mirë, demokratët, kur kanë 13 vite, që janë në kushte represioni, që janë pa punë, ta mbyllim me fjalinë që unë nuk të rriqem. Fatkeqësisht, më duhet ta mbyllun, e falenderoj zoti Saliani, besoj ne këtu do jemi sepse fushata juaj do të vijojë apo jo zoti Saliani. Patjetër. Dhe do të shohim sidomos në pas 10 shkurtit do ketë shumë zhvillim në Partinë Demokratike. Falenderoj Endrin, Inritin dhe Flogertin. Ndajemi këtu, do të ritakohemi nesër, deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.